kurse si nuk bashkohem me turma. Kjo është nga për unë turmat asnjëherë nuk bashkohem me turma, jam gjithmonë kundër turmave. Gjithmonë i qëndroj ideve të mia, do bëja gjithçka si deputete. Patjetër do kisha mundësi edhe më shumë që të lidhesha me vendet homologe ndërkombëtare. Si deputete mund të kisha bërë shkresa që vërtet angazhoja dhe patjetër dhe mbështetjen e ambasadave të huaja dhe ministritë e jashtme, gjithçka tjetër. Do kisha marrë iniciativa shumë të rëndësishme që mund të shërbenin shtetit shqiptar, pse jo edhe atyre fëmijëve të Palestinë të vrarë, gjithë atyre padrejësive që janë bërë. Pra si deputete mendoj do kisha bërë shumë gjëra, do kisha organizuar shumë instanca, pasi me aftësi jam organizatore shumë mirë. Do kisha bërë si deputete, do kisha mundësi më shumë diplomatike që unë të organizoja ambasadën e Arabisë Saudite, të Kuvajtit, gjithçka tjetër, të organizoja të gjithë vendet e lindjes arabe, që vërtet ato fëmijë që vdisnin për shkak të interesave të Izraelit e gjithçka tjetër, të organizohesh të bëhesh diçka shumë e mirë, pse jo mos të zjarrsa aq shumë dhe mos kishim aq shumë viktima.